me kanë janë komunitetet, mu merë mirë që zoti Damka nuk ka asnjë kërkesë për qeverinë. Domethënë asnjë kusht, asnjë kërkesë. Sepse kjo nënkupton kupton që për këto 20 vite, dikuj i ka dhënë më shumë mundësi se disa të tjerëve. Edhe ata i kanë të realizuara të gjitha problemet, të gjitha çështjet e tyre dhe sot nuk e kanë. Kush janë të privilegjuarit? Në këtë rast del që komuniteti turk nuk ka ndonjë kërkesë veçantë për komunitetin turk. Domethënë është gjithçka e rregulluar. Për ne, për dallim prej komunitetit turk, ne jemi lënë anash për krejt këto vite. Edhe nuk na u ka dhënë mundësim. Pse unë kam marrë shembull edhe në vende të tjera, e konsideroj që mundësia që u ka dhënë komunitetit. Pse hen me një qeveri që të kalon onar? Vetëm një moment, unë po flas. 4 vjet janë pyetje. Unë po flas për çka ka investuar te juaj? Jo. Unë vetë ta sqaroj çka deshta me thon. Për 20 vite, prej fillimit, ju kam dhënë ministri, me drejtu ministri, sepse unë jam ka gjykona kur po kërkoj ministri me drejtu. Sepse me qenë minister, ki mundësi ma shumë me ndihmu edhe komunitetin tonë që përfaqëson, apo jo? Jo, veç për vot ti dush marrëveshje me kryeministrin, me mandatarin. Neve i kim shok i kom çito kërkesa, unë apo don votën tame po, kimi për mbush çito. Në shkruaj çito. Çikash duhet. Edhe herë po e sqaroj. Unë sot kam dorëzuar një projekt, një program të partisë që është jeta komunitetit egjiptian e dorëzuar te kryeministri. Ai ka kohën e vet me shqyrtu, me trajtu nëse ai ka vullnet me inkorporu në programin qeverisës. A lën qeverinë ti nëse nuk im përmbush kërkesën? Absolutisht nuk e përkroj. Moje madh. Jo, unë absolutisht nuk përkroj një qeveri e cila nuk i respekton interesat e çati komunitetit që unë kam marrë prej tim u bë deputet i Kuvendit të Kosovës. Unë jam deputet se u tha këtu, kanë thonë që komunitetet shkojnë në pako. Po ju rikujtoj, në 2019 unë nuk e kam votu qeverinë Kurti. Unë edhe kam votu edhe për shkak mos pajtimeve në këto parime, sepse nuk jam plotësu kushtet, nuk është ofruar, nuk i ka pranuar kushtet. Domethënë, ka edhe kësi që më ndodh edhe duhet me kon kështu lil, se unë mendoj që na duhet me pas të drejtën edhe të mendimit edhe deklarimit. Pyetje zotri Damkës, a pranon zoti Damka me kon në qeverinë Kurti pa qenë ministër? Pa qenë ministër, sepse ky është kushti kryesor. Edhe unë e sfidoj zotin Damka, me qenë se s'pas ka kushte, let liroj hapësirë për komunitetet tjera, që ta zhvillojnë komunitetet tjera pjesën e vetë ashti, sepse turk... Po se s'ja bëre pyetje në vlla. Me shumë ras... Jo, une... Po se kemi më lidhe direkte. Jo, kjo pyetje është publike. Po publike është, po e pat mundësinë që ta e përgjigjet. Unë e respektoj shumë komunitetin turk, zotin Damka, por na kemi nevojë me marrë detyra, qoftë edhe ministra, qoftë edhe çka do tjetër që ne na jep mundësi me ndihmu në zhvillimin e komunitetit. Kjo është detyra jona, po në të njëjtën kohë Lil, kemi obligim shtetnor, mos me pengu zhvillimin e Kosovës. Domthon, janë momente që janë na edhe për një po çuditemi për kështu, qysh na me qenë ma dashtun për një parti shqiptare ose ma dësueshme ne. Komunitetet jo serbe në Kosovë asnjëherë s'kanë qenë pengesë për zhvillimin e Kosovës. Po Kosova shpesh ka qenë duke shtrënguar në raport me drejtat, në raport me zhvillimin ekonomik të komunitetet. Sidomos komuniteteve Roma Shkali dhe Gjitjan. Domethënë janë metë në këtë situatë. Lil, krejt Kosova është marrë me komunitetin serb, tu jashtë anashkalu komunitetet tjera për shkak që këta kërkesat tulta. Këtu ka ndodhur ngjarje edhe në 2000. Për me ta bëj qeverinë shok kërkesat unë i rriti. Edhe ti kimi realizu pik për pik ose u talon qeverinë. Na kemi shumë respekt për këtë vend. Na kemi duru shumë gjëra që kanë ndodhur në këtë vend, nuk e kemi ngrit vetëm mos me dëmtu Kosovën. 2004 i trazirat e Marsit, komuniteti jon ka psu shumë. Edhe na njerëzat në asaj kohe nuk e kanë ngrit zonin, vetëm mos mi dhon imazh, edhe me rujt imazhin sepse Kosova ka qenë procese. Ka kaluar ajo kohë, tash duhet me ngul kam, edhe me kërku që secili kryeministër, edhe ta dish, të njëjtat çështje. Unë i kam për secilin kryeministër që vjen. Domethënë, secili kryeministër ka për obligim, për përgjegjësi me e zhvillu dhe me mbështet kërkesat e komunitetit tonë. Kjo është... Cilat janë kërkesat e komunitetit bosnjak, nëse i referohemi koalicionit vakat dhe përfaqësuesit në këtë situatë drejtuesit. Zoti Rasim Demiri, me cilin do t'jemi në lidhje të drejt për drejt. Zoti Demiri, mirë mbrëma dhe faleminderit shumë që jeni bashkë me neve këtu në Politiko. Mirë mbrëma dhe juve. Zoti Demiri, si kaluat në takim me zotin Kurti, edhe cili do t'jetë veprimi juaj politik në raport me një iniciativë për ta bërë qeverinë në atë çfarë po quhet
Kurti 3, a do ta mbështesni ose jo? Kështu na kemi pas një takim konsultim me kryeministrin, nuk është hera e parë, jemi takuar edhe më herët, por sot ka qenë një takim zyrtare, edhe në këtë takim ato që kemi biseduar sot me kryeministër për